folur për dinamikat e mbrëmjes së dieshme dhe për po themi kush do jenë dhe dy finalistët e tjerë, kam të ftuar në një lidhje Skype gazetarin e Koha Jon, Redion Shtyllën. Redion, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Redion, e patë mbrëmjen e dieshme e Big Brother? Pa diskutim që po. Si u duk? Kishte një prime kur ishte i pritshëm le të themi se kush do shkonte në finale, por surprizë ishte le të themi futja e Olsit, që besoj do ta analizojmë më tej. Si u duk ky takim dhe çfarë vu të re gjatë bashkëbisedimit që pat me Eglin? Sigurisht ishte një takim që askujt nuk i shkonte në mendje, në rastin konkret më së shumti Eglit, po komentohet si një lloj takimi biznesi, sesa një takimi për të shprehur mirënjohje. Ata ishin jashtë, për 2 vite Egli tregoi që nuk kanë pasur le të themi raporte dhe ka munguar le të themi kjo lloj qasje ose kjo lloj dashamirësie. Se bëhet brenda Big Brother, të gjithë e dim potencialin që ka ky format, por edhe le të themi ato pengesat që ka pasur Olsi me Top Channel, ai kur doli vjet nga Big Brother ku ishte pjesëmarrës, nisi një sulme me këngë, pastaj ishte në një proces gjyqësor dhe befas u shfaq mbrëm, thua ti që midis tyre është sheshuar çdo gjë, pa diskutim që më vjen keq që është përdorur Egli në këtë rast, është përdorur për biznes, është përdorur për vëmendje, është përdorur për të shlyer borxhe ndoshta që Olsi vetëm në këtë mënyrë mund t'i bënte, pasi siç e thash, ata ishin jashtë, nuk është kaq shumë e nevojshme për të ardhur brenda shtëpisë. Ata nuk është se kanë pasur një raport shëndosh edhe jashtë shtëpisë të Big Brotherit, le të themi me takim apo me gjëra të tilla që ai mund të vinte aty surprizë. Zakonisht brenda shtëpisë së Big Brotherit vinë njerëz që banori i ka afër zemrës, edhe nuk vinë banor ose njerëz që ka shkutur marrëdhënie dhe vetëm në këtë rrugë të çon, në rrugën e biznesit, pse ajo fut mbrapa. Por ishte edhe një anë e mirë, pasi ai tregoi që raporti dhe lidhja 5 vjeçare që kishte me Eglin ka qenë një lidhje ku Egli atit i ka dhënë mbështetje, suport dhe le të themi ishte edhe një pakës ndihmë për Eglin, pasi është komentuar shumë në rrjetet sociale duke i dhënë të drejtë Olsit, duke thënë shqyr pas kish votuar nga Egli, duke krahasuar sjelljen e saj brenda shtëpisë së Big Brotherit, vetëm në këtë aspekt ndoshta ka qenë një përfitim i vogël për Eglin, por përfitimi më të madh për biznes e ka marrë Olsi. Ju bëri përshtypje fjalia e Egli që tha jam pak e habitur pasi këtë takim duhet ta kishin bërë jashtë? Është ai që unë thash, ata nuk kishin raport, ata nuk kishin le të themi një marrëdhënie qoftë përshëndetëse, e tha që unë nuk më ka rastisur asnjëherë të takoj përgjatë këtyre 2 viteve dhe vetëm në këtë linjë të çon që e ka bërë gjithçka për biznes. Redion, a ju dukej e drejtë formule për zgjedhjes që përdori produksioni për të çuar në finale, domethënë për t'i dhënë publikut 2 personazhe dhe më pas publiku të votojë dhe për të dërguar finale qoftë Rozanën dhe Laertin? Është e padrejtë, pasi ata të gjithë aty duhet të jenë të barabartë, edhe pse kjo gjë nuk është se ne e kemi parë, pra të përzgjedhur nga brenda shtëpisë, le të themi në atë petkun e pashajt, ishte vetëm Rozana dhe Laerti, në të kundërtën kemi 6 banor që le të themi janë grumbulluar si një turm, edhe u është thënë që tani në thonjë zahani kokat me njëri tjetrin dhe vetëm 2 prej jush do të prekin finale. Nuk është e drejtë si në aspektin e vetë banorëve, pasi të gjithë duhet të trajtohen njësoj, por edhe në aspektin le të themi e vlerës si lojtar, i bie që Rozana dhe Laerti janë më lart se këta të tjerët dhe është dashur kjo lloj formule që këta të dy të shkojnë në këtë finale dhe këta të tjerët janë grumbulluar dhe 2 prej tyre do të prekin finalen. Në fakt, për mënyrën se si produksioni vendosi që të përzitet 2 banor për t'i çuar në finale, u kritikua mjaft edhe nga Gjesi dhe nga Egli, madje në disa raste pat edhe paralajmërime prej tyre që mund të linin dhe garën. Mendoni që mund të ketë në të ardhmen dhe ndonjë vendim papritur që njëri prej tyre të lidhë garën, të paktën Egli që
duke sikur i ka humbur shpresat që mund të jetë në finale. Egli e ka bërë këtë Big Brother me gjithë të mirat apo dhe me gabimet e saj. Është personazhi që i ka dhënë më shumë material shtypit, është personazhi që i ka dhënë më shumë dinamika e lojës brenda shtëpisë. Fatkeqësisht unë nuk e shikoj që të jetë pjesë e finales, pasi ka dhe emra më të fortë si ajo. Për mua pa diskutim e meriton Gerta, Vlesi nuk diskutohet, e është fitues. Padyshim që do të shkojë në finale, do të jetë le të themi ai Kingu, siç e thotë edhe ai për veten e tij. Por e shoh që Egli ka humbur shpresat dhe në bashkëbisedimet që ka pasur me Xhestin këto 2 ditët e fundit përpara prajmit të brëmshëm, ku shkoi Laerti dhe jo ajo, i kam parë duke folur, por edhe duke mbajtur një lloj, le të themi si një lloj kërcënimi që ne të dy do të largohemi nëse Egli nuk do të shpallte finalistja e dytë. Për mua do të ishte më me vlerë ta bënin se sa ta thonin fjalën, pasi ja ku jemi që Egli nuk u shpall finaliste e dytë dhe e shikoj shumë të ngarkuar, besoj që edhe ajo vetë kupton që nuk e prek finalen. Kush mendoni që do jenë 2 finalistët e fundit në podium ku më pas do përzidhet dhe fituesi? Me dëshirën e kam shprehur disa herë në shumë raste ku më është dhënë mundësia, por edhe në videot që bëj, për lojtarin e vetme, për të gjithë dinamikën që ajo ka bërë, për të gjithë lojën e pastër, për të gjithë lojën, le të themi pas skuta, për të drejt për drejt të ftohtë dinamike, shikoj Gertën dhe shikoj fituesin Xhestin. Për mua ky do të ishte një kombinim shumë i bukur dhe shumë i vlerë për të gjithë lojën që është bërë brenda këtyre 3 muajve të Big Brother, por mund të kemi dhe emër tjetër që do të shkojë në dyshe. Ky Big Brother po tregon që është surprizues, ajo që ti mendon nuk del, ajo që ne mund të mësojmë nga rrethana të ndryshme nuk del, siç ishte edhe le të themi futja e Olsit, se askujt nuk i shkonte ndërmend që ai të fuse, por padyshim që shikoj Gertën dhe Xhestin në podium. Redion, parë nga jashtë dhe pas rifutjes së Eglit, a mendoni që ka ndjenja mes tyre, mes Xhestit dhe Eglit? Padyshim, ata ndjehen mirë me njëri tjetrin, ne i kemi parë dhe kjo nuk mohohet. Pastaj për të krijuar një lidhje apo një raport, kjo do të shikohet me kalimin e kohës, kur ata do të jenë jashtë, nëse do duan ta krijojnë apo ta zhvillojnë le të themi lidhjen e tyre dhe nëse do duan ta ndajnë apo jo dhe me publikun. Egli e shikoj më shumë të interesuar për ta pasur këtë lloj lidhje, pasi le të themi është rruga më e mirë për atë për të qenë në qendër të vëmendjes. Ajo është një aktore e mirë, është një këngëtare e mirë, por të gjithë e dim, le të themi, vëmendjen apo interesin që kanë të dy ata si çift, që kur u fut Xhesi brenda shtëpisë së Big Brotherit, të dy janë krye fjalë, po që kanë ndjenja pëlqime kanë. Këtë as Xhesi nuk e ka mohuar, por edhe Egli që e ka treguar që ende ka ndjenja për të.